Shkruan Artan Fuga. Skenarët e mundshëm të ndikimit protestave. Protestat e një mase shumë të madhe njerëzish kanë tronditur rënd politikën, qeverisjen, opinionin publik dhe institucionet që ndonë i quajnë vetëm përfaqësues të qytetarëve, nuk mundin të fitojnë besimin e tyre. Protestat po zgjasin prej më shumë se 2 javësh, çka nga njëra anë tregon energjinë kritike të pjesëmarrësve, por nga ana tjetër duhet thënë kanë krijuar një normalitet në anormalitet. Klasa politike sunduese sikur po mësohet me to dhe jeta vazhdon sikur të mos ketë ndodhur gjë. Edhe sikur bulevardi dhe sheshet të mos tronditen nga thirrjet dhe marshimet e mira e qytetarëve. Gjithandej pyetet se si do të vej puna. Sigurisht, askush nuk e ka fuqinë të parashikojë fatin e të tilla zhvillimeve, sado që si do të vej puna në të ardhmen disa gjëra janë kapërcyer dhe një realitet i ri do të shfaqet. Mendoj se nga një analizë e situatës politike, por edhe strukturës si funksionon politika dhe qeverisja sot te ne, ka disa skenar të mundshëm. I pari, protesta zgjerohet, e ruan energjinë e saj, mbështetet nga një pjesë gjithnjë më e gjerë e opinionit publik, në një farë mënyrë radikalizohet në qëndrimet, duke ndërmarrë edhe veprime të tjera veç atyre të marshimit në rrugë dhe sheshe. Kjo e detyron shumicën socialiste të ndryshojë qeverisjen duke ndëruar kryeministrin dhe qeverinë, e duke krijuar një tjetër nga gjiri i saj. Kështu mund të thotë se vullneti i protestës u realizua. Ky version kundërshtohet nga fakti se si e vështirë sot për sot që lidershipi sundues brenda shumicës parlamentare të çedoj vendin e vet ndonjë grupi tjetër brenda tij. I dyti, protesta sado e ligjshme, justifikuar e gjerë, vazhdon për një kohë, por nuk arrin të kristalizojë një drejtim politik të organizuar, nuk formon një ose disa parti, pra nuk transformohet në një valë që strukturohet si forcë politike që merr pjesë në zgjedhje. A vendon se vazhdon për një kohë të caktuar, nis edhe të rutinizohet dhe gradualisht ta humb forcën e saj. E vërteta që lidershipi politik po bën çfarë është e mundur që çështjet të shkojnë në këtë rrugë. Edhe ky version mund të kundërshtohet sepse ata që e nisën protestën nuk mendohet se e bën për të mos arritur disa objektiv që janë shprehur. I treti është që Edi Rama, duke parë qëndrueshmërinë e protestës dhe zgjerimin e mundshëm të saj të shpërndajë kuvendin dhe në vjesht të shpallë zgjedhjet e parakohshme për t'i fituar ato. Këtu ai mund të mbështetet te fakti që Partia Demokratike dhe partitë e tjera shihen nga protestuesit me po atë sy që shihet edhe Partia Socialiste, si edhe duke kërkuar t'i gjejë protestuesit ende të pastrukturuar mirë politikisht. Edhe mund ta bëj, por HPR nuk e konsideron si prioritare, duke imagjinuar se punët nuk kanë arritur deri aty. Deputetët nuk do ta donin sepse rrezikojnë të humbasin kolltuqet e deputetit që u japin privilegje. I katërti, të krijohet spontanisht një numër deputetësh që t'ia bëjnë të pamundur shumicën kryeministrit në kuvend dhe në këtë mënyrë ta detyrojnë të formojnë një qeveri teknike dhe pastaj brenda një periudhe të kalohet në zgjedhje. Ky variant kundërshtohet me argumentin që duke ditur rreshtimin e deputetëve dhe natyrën e tyre të varur nga lidershipi partijak, si vështirë që segmente të gjera deputetësh të arrijnë të mëvetësohen në sjelljen e tyre politike. I pesti, protestuesit nisin të organizohen politikisht që sa kohë Edi Rama është kryeministër dhe përgatiten që më pas ta forcojnë energjinë e protestës duke bërë që brenda 1 ose 2 muajsh të kërkojnë zgjedhje dhe përfaqësohen atje politikisht, pra të shkojnë drejt krijimit të partive. Ky variant ka si kundërshtim që iniciativa për të krijuar parti mund sjell brenda protestuesve jo një, por disa parti politike të reja dhe në këtë mënyrë energjia e protestës të përçahet dhe të zbehet duke sjellë zhgënjim midis tyre. I gjashti, Edi Rama merr përsipër të anullojë projektin e Zvërnecit edhe si presion nga BE ose nga ndonjë tërheqje e mundshme e vet financuesve sipërmarrës dhe të konsiderojë se objektivet e protestës u dëgjuan. Edhe ky version ka kundërshtimet e veta sepse janë avancuar shuma financiare dhe qeveria e di se tërheqja e investitorëve do të ishte me kosto për besueshmërinë e saj te kapitali huaj dhe influenca e tij te pushtetet ndërkombëtare që mbështesin qeverinë. I shtati, një ndërhyrje më direkte e faktorit ndërkombëtar që mund të ndikonte si mbi qeverinë ashtu edhe mbi faktorin politik tjetër. Ky version ka kundërshtim se një ndërhyrje e hapur nuk do të imagjinohej sepse kjo do të ndikonte mbi faktorin protest dhe mund të mos shihej mirë nga opinioni publik. Si përfundim, sot jemi në një gjendje ekuilibri të paqëndrueshëm i cili sjell si të papritura edhe një lloj hezitimi dhe kaosi në publik, por edhe një gjendje politike në status quo të një krize që duket e gjatë dhe ende në fillimet e veta. Protestuesit kanë energjinë dhe iniciativën politike në sheshe, por kanë vështirësi dhe barriera për të strukturuar politikisht dhe për të bërë në afat shkurtër faktor nga jashtë në brenda sistemit politik. Opozita e sotme ka zë brenda sistemit politik, por sot për sot ajo nuk ka mbështetjen e protestuesve dhe të qytetarëve politikisht aktiv. Protestat e kanë dobësuar edhe më tepër atë, veprimet e saj në kuvend janë aktualisht pa pasoja politike. Qeveria ka marrë një goditje që vazhdon në opinionin politik dhe ndodhet përpara të papriturave si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. Por ama ruan përparësi brenda sistemit të vendimarrjes politike, ka mbështetje ndërkombëtare dhe ka sigurisht edhe përkrahje nga grupe sipërmarrësish të lidhur me të. Sa do të vazhdojë ky ekuilibri i paqëndrueshëm, kjo do të shihet ndoshta një rrethane re e prish.